Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm, 23 shkurti. Dashi, 23 shkurti, ju gjenë me të kthjellët në mendime dhe me të vendosur për të mbyllur çështje të lëna pezull. Në punë, do ndjeni presion për të treguar rezultate konkrete, por kjo do ju motivoj të organizoheni më mirë. Mund të merrni një përgjigje që e keni pritur prej kohësh. Financat kërkojnë maturi, sidomos në blerje që lidhen me dëshirat personale. Në dashuri, dita favorizon sqarimet të qeta dhe ndërtimin e besimit. Partneri do vlerësoj ndershmërinë tuaj. Demi, kjo ditë sjell stabilitet dhe ndjesi sigurie. Do jeni të fokusuar në përmirësimin e kushteve tuaja profesionale. Një diskutim me epror mund të hap mundësi të reja ose përgjegjësi shtese. Financat paraqiten të balancuara, por është moment i mirë për të kursyer. Në dashuri, do kërkoni siguri emocionale dhe gjeste konkrete. Binjakët, 23 shkurti, jo vendos në qendër të komunikimit. Bisedat, takimet dhe mesazhet do jenë të shumta. Në punë, mund të lindë një ide e re që do tërheqë vëmendjen e të tjerëve. Shfrytëzojeni kreativitetin tuaj. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë. Në dashuri, dita favorizon flirtin dhe spontanitetin. Partneri do kërkoj më shumë vëmendje nga ana e juaj. Gaforja, sot do ndiheni më introspektiv dhe emocional. Mund të reflektoni mbi vendimet të së kaluarës dhe të kërkoni qartësi. Në punë, një situatë kërkon durim dhe qasje të matur. Mos reagoni me impuls. Financat kërkojnë organizim më të mirë. Në dashuri, ndjeshmëria juaj do jetë e theksuar. Partneri do kërkoj siguri dhe përkushtim. Beqarët mund të takojnë dikë që i kupton emocionalisht. Luani, 23 shkurti, sjell energji pozitive dhe dëshirë për të marrë iniciativë. Në punë do jeni lider natyral dhe do ndikoni të tjerët me vendosmërinë tuaj. Mund të nisni një projekt i ri. Financat përmirësohen falë përpjekjeve të mëparshme. Në dashuri, pasioni është i pranishëm, por shmangni krenarinë e tepërt. Beqarët mund të jenë në qendër të vëmendjes. Virgjëresha, kjo ditë kërkon përqendrim dhe organizim. Do ndiheni të motivuar për të sistemuar çështje praktike. Në punë, një detyrë e rëndësishme do kërkoj vëmendje të veçantë. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Në dashuri, tregohuni me të ngrohtë dhe me pak kritik. Partneri do vlerësoj përpjekjet tuaja. Beqarët mund të kenë një njohje të interesante. Peshorja, 23 shkurti, vendos theksin të marrëdhëniet, bashkëpunimi dhe vendimet që kërkojnë ekuilibër. Në punë, mund të përballeni me një situatë ku duhet të ndërmjetësoheni mes dy paleve ose të merrni një vendim të drejtë që ndikon edhe të tjerët. Diplomacia juaj natyrale do jetë arma më e fortë. Akrepi, kjo ditë sjell thellësi emocionale dhe vendosmëri. Në punë, mund të lindë një situatë që kërkon strategji dhe analizë të kujdesshme para se të veproni. Mos nxitoni të tregoni planet tuaja. Veproni në heshtje dhe maturi. Financat kërkojnë kontroll të detajuar, sidomos nëse keni menduar për investime të reja. Në dashuri, intensiteti do jetë i lartë. Shigjetari, 23 shkurti, ju gjen optimist dhe me dëshirë për lëvizje e ndryshim. Në punë, mund të shfaqet një mundësi që lidhet me udhëtime, trajnime apo zgjerim të horizonteve profesionale.
Mos hezitoni të pranoni sfida të reja. Financat janë në përmirësim gradual, por duhet të menaxhoni me kujdes shpenzime spontane. Britsjapi, kjo ditë kërkon përqendrim, disiplinë dhe përgjegjësi. Në punë mund të merrni detyra shtesë ose të përballeni me afate të rëndësishme, por serioziteti juaj do ju ndihmojë të përfundoni gjithçka me sukses. 1 epror mund të vlerësoj për kushtimin tuaj. Financat kërkojnë organizim të kujdesshëm, shmangni shpenzimet. Ujori, 23 shkurti, sjell frymëzim dhe ide të reja që mund të ndryshojnë drejtimin e disa planeve tuaja. Në punë do dalloheni për mendimin origjinal dhe zgjidhjet kreative. Mos keni frikë të propozoni diçka ndryshe nga të tjerët. Financat mund të përmirësohen përmes një projekti inovativ ose bashkëpunimi të papritur. Peshqit, sot do ndiheni me të lidhur me botën tuaj të brendshme. Intuita do jetë udhëheqësi juaj kryesor në vendime, sidomos në çështje që lidhen me marrëdhëniet. Në punë, kreativiteti juaj do ju ndihmojë të zgjidhni situata që të tjerët i shohin si të ndërlikuara. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të shpenzimeve emocionale. Në dashuri, do kërkoni thellësi dhe ndjeshmëri. Nëse jeni në një lidhje, shprehni hapur ndjenjat tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një takim romantik që i prek emocionalisht. Kujdesuni për pushimin dhe balancën shpirtërore. Një aktivitet artistik, muzika apo meditimi do ju ndihmojë të qetësoheni. Mbrëmja sjell qartësi dhe ndjesi shprese për të ardhmen. Dhe si përfundim, 23 shkurti është një ditë që thekson qartësinë, përgjegjësinë dhe nevojën për balancë në çdo fushë të jetës. Energjia e kësaj dite i shtyn shumë shenja të reflektojnë para se të veprojnë, duke peshuar mirë pasojat e çdo vendimi. Marrëdhëniet personale kërkojnë sinqeritet dhe komunikim të hapur, ndërsa në aspektin profesional vlerësohet përkushtimi dhe organizimi. Financat duhen menaxhuar me maturi, pa u ndikuar nga dëshirat e momentit. Është një ditë e mirë për të rregulluar keqkuptimet, për të forcuar lidhjet ekzistuese dhe për të hellur hapa të vegjël, për të sigurt drejt objektivave afatgjata. Intuita dhe logjika duhen të ecin së bashku. Faleminderit që na dëgjuat, një like dhe subscribe për më shumë video.